Banorët e fshatit Radovesh në njësinë administrative Ostren të Bashkisë Bulqiz ankohen për problemet që kanë me furnizimin me energji elektrike. Sipas banorëve, situata vazhdon të jetë problematike për 30 vitesh pasi nuk është bërë asnjë investim i dur që ta zgjidhë përfundimisht problemin. Altin Rama, banor i fshatit Radovesh, tregon se 2/3 e muajit e kalojnë në errësirë për shkak të problemeve që ka rrjeti përcjellës i energjisë elektrike. Altini shpreh se të gjithë banorët e paguajnë rregullisht energjinë, ndërsa në këmbim nuk kanë marrë asnjë investim. Shtyllat mbajtëse sipas banorëve janë dëmtuar vazhdimisht, ndërsa janë vetë ata që kanë ndërhyrë. Altin Rama kërkon që ky problem të zgjidhet një herë e mirë dhe të investohet nga OSHE-ja me linjë kablore, ashtu siç është bërë në shumë zona të tjera, jo vetëm të Bulqizës, por në të gjithë Shqipërinë. Si fshat, herë e parë kemi probleme energjinë elektrike. Shtyllat i kemi katastrofë. Ditë për ditë i rregullojmë, i guzhdojmë shtyllat, vetëm shteti vetëm kërkon lek muj për muj, nuk të fal. Shtylla është katastrofë e madhe këtu në Radovesh. Rruga jo. Qezma, ujti është katastrofë, bashkia vetëm kërkon votat në Radovesh. Pa drita, por një mujt ka mund që të rrim 10 ditë, 20 ditë jemi në errësi. Ashka, s'ka, me shtyllat, kretë shtyllat me gjithë tjera janë tokë kretë. S'kemi thanë, kanal, kam pas, s'kemi shtyllat, s'kemi shtyllat. Po ku është buxheti i shtetit të shtyllave? Ka, tenderit duhet shtetit të marrë masat të rregullojnë, ose do t'i shepim kretë. Tjetër problem që ngre banorët e këtij fshati është edhe furnizimi me ujë të pishëm, çka i ka detyruar ata të vendosin cisterna.